Që nga viti 2021 deri në vitin 2024, Kosova ka importuar zyrtarisht 4,5 miliard euro energji elektrike. Ekspertët thonë se me këto mjete do të mund të ndërtoheshin 2 termocentrale të reja me kapacitet 2500 dhe 800 megawatt, duke siguruar vendin me energji të qëndrueshme. Ekonomisti Safet Gergjaliu paralajmëron se që nga viti 2021 deri në vitin 2024, Kosova ka importuar mbi 4,5 miliard euro energji elektrike. Sipas tij, me këto mjete do të mund të ndërtoheshin 2 termocentrale të reja. Gergjaliu thekson se edhe pas investimeve në riparimet të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B, vendi mbetet i varur nga importi, duke reflektuar keq menaxhim ekonomik. Ai shprehet se qytetarët përballen me rrësirë elektrike dhe kosto të larta, ndërsa pasuritë natyrore të vendit nuk po shoqërohen me kapacitet njerëzor të arsimuar dhe të përkushtuar. Me gjithë rezervat e mëdha të thëngjillit, qytetari i Kosovës paguan pasojat e keq menaxhimit dhe interesave klanore. Kjo është ajo që unë e quaj mallkimi i hirt, përfundon Safet Gergjaliu.